për shembull se shumë prona janë blerë para lufte dhe dokumente s'ka, janë bërë me një zgjatje dorës apo me shkrim, domethënë me dorë, të gjitha këto janë të vlefshme sepse ekzistojnë institute juridike të cilat mundsojnë, për shembull, kemi institutin parashkrimin fitues, i cili rrjedh se nëse ti je në një pronë mbi 20 vite, je në mënyrë të papenguar aty dhe ke qenë me mirë besim aty, sepse nuk kemi të bëjmë këtu me uzurpim, po kemi të bëjmë, domethënë, aje kur u hin atë pronë ka hi aty me mirë besim, dhe nuk është penguar nga askush. Duke mendu që është e vetja, po për shkak, domethënë, nuk e ka bartur me dokumente, nuk e ka bartur, apo nuk ka mujtë mu bartë, apo edhe për shkak të luftës janë djegë të gjitha dokumenta, por në atë pronë ka qëndruar për 20 vite, ka qëndruar në mënyrë të papenguar dhe ka qenë me mirë besim, andaj me padime vërtetim pronësie bartet pronësia edhe pse nuk ka dokumente. Shumë e vërtet. Rastet, gjithmonë duke ruajt privatësinë e klientëve, me çfarë raste je përballë sa i përket trashëgimisë pronësore, hises, nëse quajmë kështu në gjuhën e popullit? Jena përballë me, domethënë, me raste të shumta të trashëgimisë. Trashëgimia është art në vete në procedurë juridike, është art. Për të ditë me notu trashëgimia është shumë e mirë. Trashëgimia nëse nuk është ndarë me testament problemet janë në nëse si kanë barë trashëgimit të personat e trashëgimtarët për një kohë të gjatë dhe kanë vdekur ndoshta 2 breza dhe nuk është barë trashëgimia. Kjo është një problem që vijnë tek ne, thonë që domethënë toka është jona, kena hyrë aty dhe domethënë e shfrytëzojmë çet bazën juridike të parashkrimit fitues. Nëse kanë qenë 20 vite aty, ka qenë në mënyrë papenguar dhe ka qenë me mirëbesim, atëherë në procedurë gjyqësore bartet kjo me padi për vërtetimin e pronësisë, nëse ka dokument edhe të shkruar, është i vlefshëm, edhe pse nuk është barë të ndonjë, domethënë, mekanizëm juridik siç është të notarët apo të ndonjë avokat, edhe ajo kontratë është e vlefshme, domethënë krijon bazë juridike për fitimin e asajna, gjithashtu edhe baza juridike për fitimin e pronësisë me parashkrimin fitues, domethënë këto 2 bazë juridike që bartet përmes gjykatës, që janë një problematikë shumë e madhe në Kosovë që kemi përdit rastet e tilla dhe rastet të tjera kena kur domethënë bartja trashëgimisë domethënë ka qenë për së gjallit vetëm të një person, ndërsa tek persona tjerë nuk është bartë. Dhe persona tjerë pas vdekjes së prindërve e kërkojnë pjesën e tyre dhe pjesa e tyre është problem, nëse ka kontest duhet vazhdohet në procedurë gjyqësore, procedurat gjyqësore të ne në Kosovë dihet që zgjasin me vite, andaj nganjëherë heqin dorë edhe për shkak kësajna zgjatjes, sepse edhe zgjatja e procesit është një mungesë drejtës për secilin qytetar të Kosovës. Po, shumë e vërtet. Juve jeni edhe shumë aktiv në rrjetet sociale dhe jo vetëm, gjithmonë duke patër këtë mundësinë që të kontribuonin ndoshta edhe në vetëdijsimin apo në mirë informimin e gjithë popullatës. Çfarë pyetje zakonisht merrni, sidomos për trashëgiminë pronësore nëse veç të është drejtuar ndonjë e tillë? Videot që i kam bërë në rrjetet sociale kryesisht kanë qenë për shkak të informimit, për shkak se në Kosovë mungon informimi i drejtë juridik të palë për gjëra të thjeshta, normal në aspekt kryesor edhe në aspekt të përgjithshëm, domethënë ne i trajtojmë temat të cilat ka mungesë të njohurive. Dhe gjatë këtyre video kena pas pyetje të ndryshme, por edhe për shkak klientëve, domethënë problemi më i madh është në Kosovë se domethënë vajzat i kanë lënë pahise dhe çysh është mundësia të mirët dhe pjesa tjetër është pse ju ka cedu, ju ka nda vetëm një djalit dhe pse nuk ju ka nda personave tjerë. Gjithashtu edhe prona që është në emër të migjes, është në emër të një kusherinit, po ne kemi na shfrytzuar ai kusheri e din që është prona e tij, por në raste të shumta ai edhe ka vdek dhe fëmia e tina tash janë në kontest me ta, për shkak se juridikisht ju takon atyne, ndërsa faktikisht në posedim janë këta. E problemet e tilla kemi të përditshme, andaj kisha inkurajuar secilin që ai problem që ju ka bartur nga gjyshi të babai dhe tash e kanë këta, mos t'ia lënë fëmijët e tyre, të mundohen të zgjidhin këto probleme sa ende janë këta gjallë. Përndryshe këto probleme do të barten. Edhe secili problem që bartet trashëgohet, ka me qenë shumë problem të dokumentohet se ajo pronë ka kaluar në një kohë me ndonjë marrëveshje, me ndonjë blerje apo me ndonjë aspekt tjetër juridik.